Përshëndetje miqdashur të Kosova Info, si jemi me Xhevaide Vllasaliun, kandidate e Aleancës së Kosovës për deputetin e zgjedhjet të 7 qershorit, e cila ditë me pak ka pas një reagim sa i përket përvojës së punës në arsim dhe pagave të cilat nuk janë marrë ashtu siç e ka paraqë edhe gjykata kushtetuese. Lidhje me këtë do të bisedojmë me zonjën Vllasaliu sa i përket kësaj teme të cilën e ka pas edhe në rrjete sociale dhe ka bërë një bujt madhe. Përshëndetje. Përshëndetje. Zonja Vllasaliu, çfarë realisht ka ndodhur me përvojën e punës dhe pagat të cilat nuk janë rimbursuar ashtu siç edhe ka kërkuar gjykata kushtetuese nga qeveria e Kosovës? Po, reagimi im ishte sepse realisht është një drejtë e mohuar e jona, sepse askush s'mundet me ta mohu të drejtën që ti ke kontribu. Do me thënë, 3 vitet e fundit nuk kemi pagu, ashtu siç ka qenë me ligj më parë, të paguhet 0,50% nga paga mujore, paga bazë, ne jemi pagu vetëm 0,25%. Do me thënë, 3 vite radhazi. Që do të thotë, në përpjesëm kur bëhet 50%, vetëm se është zbrit i përqindjes. Nga jo përqindje rezulton dikon që çdo mësimdhënës është i dëmtuar afër 1.000 euro për këto 3 vite. Mirë po edhe pse gjykata kushtetuese e ka hudhë poshtë atë vendim, sepse ka qenë vendim absolut i padrejt, edhe kuvendi ka votu, por vendimin e ka shtin funksion vetëm tash para zgjedhjeve. Që bie pas një viti. A rimburson gjitha vitet apo? Jo, nuk rimburson, për këtë edhe ishte reagimi im, sepse edhe pse me vonesë pas një viti ai është marrë vendim, është hyrë funksion vendimi i gjykatës, është hyrë në fuqi, prap nuk janë rimbursu. Dhe nuk rimbursohen ato mjete, vetëm se ne duhet përmes formave tjera. Cila tash, si ka mundësi, tash sa i përket kësaj shkelje që i bë, qysh i nxjerrni ju tash parat, apo ka mbetur ashtu në bazë të vendimeve, apo ka forma mundësi tjera që ato cilat ju takojnë, siç e ka paraqur dhe gjykata kushtetuese ti merrni? Vendimi më i drejtë do të ishte në momentin e vendimit gjykatës mjetet të rimbursohen, sepse ajo është gabim, është e padrejtë, e drejtë e mohuar. Mirë po, me qenë se nuk rimbursohen, atëherë ne detyrohemi që qoftë në mënyrë kolektive apo individuale marrim avokat edhe t'i kthejmë ato mjete. Mirë po, kjo është edhe shpenzim i dyfisht edhe i shtetit, sepse dihet që edhe të marrim avokat edhe ajo është shpenzim edhe nga ana e shtetit edhe rimbursimi njëkohësisht duhet kthehet. Sa i përket këtij vendimi, a ka pas në reagim apo ndonjë deklaratë e qeverisë pse s'ka ndodhur, apo s'ka pas asnjë sqarim për këtë? Jo, vetëm që s'ka pas sqarim, mirë po befasja, do me thënë kjo çështje nuk është vetëm për mësimdhënësit, po është për gjithë sektorin publik. Por befasja ime ishte pse reagova, sepse shumë i kam dëgjuar të thënë se Albini na ka rrit rrogën. Po realisht ajo rritja, ai kthimi i vendimit ndryshoi pak 20-30 euro tash sfundmi, edhe e kuptun që është rritje rrogë, në fakt nuk është. Ajo është vetëm kthimi të drejtës sonë. Do të thotë, sipas jush apo kjo që ka ndodhur me rritje pagash, është do të thotë kjo rritja e përvojës së punës. Absolutisht, ajo është e drejta jone e përvojës e punës tonë që e bëjmë. Do të thonë Albin Kurti sipas ka rrit pagat në arsim, një reagim që unë sepse detajet nuk i kam ditë thënë drejtën, por kjo ka arsye edhe kur mora dje në telefon thash për një intervistë nëse ka mundësi sa i përket atij reagimi. Realisht nëse tash të bëj një analizë pagat si kemi tash dhe si kemi pas para 10 vite, i kemi më të ulta. Nuk janë rritë rrogat. Si ka mundësi? Krasa inflamacionin, si është ngrit tash edhe si ka qenë. Si janë çmimet tash dhe si kanë qenë atëherë. Po, ajo po ditë. Normalisht, ndryshe ti e ka qëndru paga para 10 vite ndryshe tash. Kjo i bjen që paga jonë tash është më e vogël,
se sa që ka qenë para 10-15 vite, sepse para 10-15 vite gati se ka qenë paga e mësimdhënësit goxha e mirë në rajon, kurse tani është më e ulta. Kështu tash i kemi krejt se kanë hyrë çmimet edhe është rëndu barra ekonomisë familjare realisht. Por deshta të pyesë një pjesë mësimdhënëse dhe pjesë aktive, si e sheni arsimin? Në çfarë gjendje arsimi realisht është sot? Duke pas parasysh të testet e PISA më jemi bën monotoni se jemi mësu në vendin e fundit, kështu që nuk kena shpresë mas mi këqyra, jemi në vend më nalta më poshtë, por ngritje nuk po shihet që ka në cilësi dhe në reformat e cilat duhet të ndërmirën. Realisht, puna që bëhet në arsim është vetëm puna meritore mësimdhënësve. Krejt ky rezultat që është që bën vetëm punë jo mos themi vullnetare, se të gjithë punojmë edhe paguhemi për atë pjesë. Mirë po, krahasu me kushtet cilat i kemi ne, edhe rezultatet i kemi të tilla. Sepse ne punojmë me pothuajse të njëjtat kushte që sa vite. Sidomos vitet e fundit absolutisht s'ka kurfar ndryshime. Sidomos tash edhe që janë fillu mësimi tërditor, edhe kjo çështje është pikë shumë e ndihshme që po ndikon. Është si dukurie mirë që nisme e mirë është, mirë po jo në kushtet tona siç janë. Sepse nuk i kemi. Edhe mësimi tërditor është fillu pa baza ligjore. Nuk ka asnjë bazë ligjore. As nuk i përshtatet kurrikula jonë, as nuk i përshtaten kushtet, as mësimdhënia. Domethënë, ne nuk mund të... Nështë është vënë, si thënë, para kohe, para se më... është shumë para kohe. Qysh Apo përdoren nxënës Vllazaliu shumë elemente, do të thotë, apo vendime të cilat edhe pse e din vendimar se nuk janë të tura apo të përshtatshme për punë, vetëm për shkak të reflektu në zgjedhje apo pikërisht kjo është. Pikërisht është kjo çështja. Edhe për zgjedhje komunale është ndiku kjo. Do me thënë, vetëm për pojena politik po bëhen këto mirë, po pse po dëmtohet arsimi në fare, kjo nuk po është çështje kryesore. Për këtë arsye, unë si mësimdhënëse i kam hyrë kësaj gare, vetëm që unë mos t'jem zëj mësimdhënësve edhe i arsimit vetëm në përgara zgjedhore, mirë po me të vërtet përvoja ime 24 vjeçare e ka bërë që të luftoj pak më shumë, që të punoj më tepër për arsimin, sepse arsimi meriton, u luftu gjatë që arsimit të jetë i fortë, mirë po realisht nuk është primare të ne fatkeqësisht, mirë po pak punë, pak përkushtim, me të vërtet arsimi ka me mëri shumë. Sepse ne duhet punojmë që cilësia të ngritet, fillimisht. Të punohet të ngritje të cilësisë edhe kafshë mësimdhënësve, edhe të nxënësve, që mësimi jonë sot të jetë në hap me tregun, dhe kjo të ne është mangësi, prandaj edhe i kemi rezultate siç i kemi. Çdo shkollë janë pa kushte elementare, edhe sigurisht edhe cilësia mandej mungon. Deri vonë, deri tash në shumicën e shkollave punohet me forma të thjeshta, pa kushte elementare. S'ka kabinetet mirëfillta, s'ka ambiente hapësira rekreative për fëmijë, s'ka qasje në internet mjaftueshme. Domethënë, gjërat shumë elementare na mungojnë nëpër shkolla. Sidomos në kohën e sotit, do të thotë duhet jetë. Teknologjia nuk është mjaftueshme nëpër asnjë shkollë. Tash pa kohën e fundit kanë fillu, mirë po është shumë minimale. Që do me thënë, nëse mësimdhënësi nuk i ka as kushtet elementare, kurse puna administrative është aq e ngarkuar për mësimdhënësit, edhe si të kërkojmë cilësi. Ne nuk po shkojmë me bërë analiza aty ku duhet që nga para fillori të bëjmë ndryshime në fillor edhe në shkollat mesme, të përgatisim nxënësit direkt për tregun, direkt me praktika, direkt të hynë nxënësit nga shkollat e mesme profesionale të lidhen direkt me biznese, po jo të jetë vetëm praktik. Këto të gjitha janë, po, kjo është synimi i programit ton, që shkollat e mesme, sidomos, të jenë direkt shkollat profesionale,
në praktik, po praktika të stimulohet. Kjo nuk do një kosto për pas një vullnet mirë me pas, dështë edhe një energji pozitive. Kjo punë bëhet shumë lehtë edhe me një përkushtim të vogël, duke bërë një kompromis, një marrëveshje edhe me bizneset, sepse nuk është lehtë normalisht as për bizneset që të mirën praktikant një farë mënyre, nxënësit, mirë po kur shteti stimulon edhe biznesin, ose i pagun, i rimburson një farë mënyre bizneset për praktikën, edhe nxënësit paguhen për atë praktikë që e bëjnë, përgatiten profesionalisht për të ardhmen, po bizneset është forma të ndryshme që mundesh të stimulosh. Nuk është vetëm rimbursimi ose ulja në tatim, ose ofrimi i pikëve të aplikimit tyre që kanë përballë institucionit. Po. Zënia Vllazaliu desha ju një pjesë e Aleancës për Armërinë e Kosovës që bën ndryshime. Dim që Aleanca për Armërinë e Kosovës do ka qenë ballë me Ramushën, dhe pse Ramushi është pjesë e saj, tani është me një kandidat të ri për herë të parë që nga themelimi i saj në vitin 2000 dhe ka një listë pasur me kandidat për deputet, pjesë e saj ku jeni edhe ju me numrin 15 duket, nëse nuk gaboj, se pjesë mund të bëjë marketing, reklam. Sidoqoftë, çfarë presim nga këto zgjedhje? Sepse keni qenë pjesë aktive e politikës, keni qenë pjesë edhe e zgjedhjeve të tjera, çfarë presim nga këto zgjedhje? Ta marrë një opinion kështu të përgjithshëm. Mas pari, unë jam krenare shumë që unë jam në vija të këtij subjekti politik, sepse unë radhitem karshi një njeriu që ka dhënë kontribut për këtë vend. Në të gjitha etapat e jetës. Nëse marrim shembull luftën, e dim se këta marrim shembull. Nëse marrim shembull lirinë, edhe periudhën e dim që kush ka kontribu mas shumti për këtë vend. Ramush Haradinaj është një shembull për neve se si ne të punojmë dhe mos ndalemi dhe mos dorëzohemi kur para çdo vështirësie. Por anën tjetër tani që jemi me të vërtet shumë të lumtur edhe me kryetarin e ri Ardian Gjini, i cili ka sjellë edhe një frymë të re, një entuziazëm jashtëzakonisht të madh dhe të pëlqyer nga gjithë edhe nga ata që nuk kanë qenë deri sot Aleancë, shoh përkrahje të madhe tani në këto zgjedhje. Mirë po me këtë rast Aleanca ka tregu shembull, edhe besoj i vetmi është nga të gjitha partitë politike që ka tregu një shembull shumë demokratik. Është e vetmja që një kryetar partie është ndrru me paqe, me dëshirë, me vullnet, me mirëkuptim. Dhe pa çarje, pa përçarje, pa thyrje, pa probleme të ndryshme, siç ndodh në partitë e tjera. Pa pas përçarje të mëdha, kryetari i partisë nuk ndrohet, kurse te ne nuk ka ndodhur vetëm te kryetari, po te çdo komunë. Domethënë kjo ndrrim është bërë te çdo komunë të kryetarëve, mirë po të gjithë kjo është bërë si traditë e Aleancës. Edhe përveç kësaj besoj shumë që lista jonë e ka listën më të pasur. Më të pasur me njerëz të aftë, me njerëz të përgatitur profesionalisht në të gjitha fushat. Atëherë unë të uroj suksese në zgjedhjet e shtatë qershorit. Falenderoj shumë për kohën që gjetët dhe të jeni pjesë e kësaj interviste. Nëse keni diçka për fund. Unë juftoj të gjithë qytetarët, dilni të votoni. Mos hezitoni, unë e di që jeni lodhë, po jemi lodhë edhe ne nga kjo situatë tanishme. Qytetarë të nderuar, dilni votoni me 7 qershor, sepse duke qëndru nuk mund ta ndryshoj vendin. Nëse ju jeni lodhur me këtë situatë, atëherë ne ju presim me 7 qershor të dilni dhe ta bëni ndryshimin. Por ndryshimin nuk bëhet nëse nuk e votoni Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës me numrin 128. Unë jam Gjevahirja me numrin 15. Gjevahire na qëto me pare i kena qëto farë të fundit. Reklamën. Këtë pjesën është pak probleme. Me shaka. Me qenë se është pak probleme pri edhe kështu që unë e shfryzova rastin. Faleminderit shumë i tje. Mirë të dashur, ishim me Gjevahire Vllazaliun, kandidate nga radhët e Aleancës për Kosovën në zgjedhjet e 7 qershorit. Biseduam rreth një teme shumë interesante që e ka prek, sepse në arsim realisht nuk ka pas ngritje pagës, po ka pas një rritje të merituar që ju ka takuar nga përvoja e punës mësimdhënësve. Faleminderit shumë e deri në intervista tjera, mirupafshim.